banori i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Jos Marku, kohët e fundit ka qenë mjaft aktiv në rrjetet e tij sociale. Pasi u eliminua në gjysmëfinale dhe shkaktoi një rrëmuj të paparë në rrjetet sociale nga veprimi që bëri kundrejt Gjestit, Jos Marku nuk po ditë ndalet, duke qenë kryefjala në çdo portal. Së fundmi, ai ka publikuar një foto me një mesazh të rëndësishëm, ku krahas fotos ka shkruar: "Dëgjoj zemrën tënde, jo fjalët e njerëzve." Pikërisht për këtë, komentet e ndjekësve shpërthyen duke pyetur nëse mesazhi ishte apo jo për Loredanën. Na duhet t'ju kujtojmë se Josi dhe Loredana nisën romancën e tyre brenda shtëpisë më të famshme në vend, por nëse ajo vazhdon ende sot, mbetet e paqartë, sidomos me këto deklarata të Jos Markut, që fancat e kanë lidhur direkt me raportin që ai ka me Loredanën tani më. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.